Dhe kandidati për deputet i këtij grupimi politik në qarkun e Lezhës, Eduard Ndoca, i cili kërkoi që të ndëshkohet me vot me 11 maj, politika 33 vjeçare e cila ka shkatruar Shqipërinë. Unë kam filluar migracionin në 92-shin në Athinë. Dhe se më kthyer më kur për të jetuar në Shqipëri, jam rrugësh që në 92-shin. Fal dy liderëve që sot janë në pushtet. Ne kemi kryeministin e Shqipërisë se ishte emigrant në Francë. Edhe na sollën ministri kulture, një që kishte vjedh ikonat, si që thot vetë zoti Nano, me videon e tij që solli me thojt pa prem dhe me një hajdut ikonash, por e vuni ministri kulture njeriu që kishte vjedh kulturën, por ka vjedh dhe fatin tonë miqtemi. Për këtë arsye do të votoni kandidatët Euroatlantik dhe ju keni njërin më të nderuar sot të këtu, Fatmir Gjocen, që është një individ që meriton jetë në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë. Votoni numrin 4 dhe bashkë do jetë kryeminist i jashtëm dhe vetëm shpresë që ka Shqipëria është koalicioni Euroatlantik. Gjatë këtij takimi me shqiptarët në Athinë, demokratët Euroatlantik morën mbështetje masive të emigrantëve për zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit.